Në loj ishin 260.000 euro aktakuza japse Naim Murseli urdhëroi vrasjen e Liridon Ademit. Prokuroria Javorka Perlinçeviçi deklaroi se Naim Murseli urdhëroi vrasjen pasi Liridonës I kishin dal 260.000 euro nga sigurimi jetësor në Suedi. Prokuroria shtoi se si provë materiale është propozuar edhe raporti që e kanë pranuar sipas kërkesës së tyre nga organet e Suedis dhe që kanë vërtetuar se në emër të tani të ndjerës në vitin 2022 është paguar polica e sigurimit jetësor në vlerë prej 3 milion kruna suedeze në kundër vlerë 260.000 euro. Avokatja Nurseli Teuta Zhino Potoku deklaroi se mbrojtja ka kërkuar që I pandeuri Naim Murseli të dërgohet për ekzaminim mendor, por deri më tani nuk ka pranuar asnjë përgjigje zyrtare nga gjykata. Kemi kërkuar që Naim Murseli të dërgohet për ekzaminim mendor dhe që s'kemi pranuar përgjigje nga gjykata. Konsiderojmë se kur të arrihet sigurimi I kësaj prove që buron nga konstatimi që do ta bëjë grupi ekspertëve në QKUK, Instituti Forenzikës dhe pas ekzaminimit të pandehurit të vazhdohet me këtë çështje e cila është ngritur pranë kësaj gjykate. Ky proces kërkon maturi, dëshmi dhe panshmëri, tha ajo, ndërsa Naim Murseli, bashkëshorti I viktimës Liridon Ademaj, është deklaruar I pafajshëm. Nëse pretendimet e prokurorisë në akt akuzë vërtetohen, atëherë unë vetë për veten time do të kërkoj dënim me burgim të përjetshëm, tha ai. I pafajshëm është deklaruar edhe një I akuzuar tjetër kur Shtrim Kokalla ndërkaq në heshtje u mbrojt Granit Plava. Prokuroria themelore në Prishtinë në 15 janar 2025 ka ngritur akt akuzë ndaj Naim Murselit, Planit Granit Plavës, Kushtrim Kokallës dhe Tom Dodajt. Në akt akuzën e prokurorisë thuhet se Murseli, Plava dhe Kokalla ishin dakorduar paraprakisht që vrasja të kryej nga I akuzuari Plava me marrëveshje që Murseli t'i paguante atij 30.000 euro. Gjithplani për vrasjen e Liridonës thuhet se u bë nga bashkëshorti I saj. Tani I akuzuari Naim Murseli si pasojë të çrregullimit të raporteve familjare dhe martesore ku edhe lindi dëshira e tij për hakmarrje.